Çdo produkt i ekspozuar e ka një histori më vete. Ato janë punuar me zell e dashuri nga të mbjetuarat e dhunës seksuale të luftës së fundit në Kosovë. E mundi i tyre për 3 ditë do të ekspozohet në panajirin e fuqizimit produkte me histori jete dhe qëndrese të organizuar nga Medika Gjakova në kuadër të projektit Fuqizohu dhe përmirësoje jetën tënde të financuar nga Fondi Mirëbesimit të Kombeve të Bashkuara. Këto punime përfaqësojnë vetë mbjetuaret, janë të punuar nga vetë mbjetuaret, domethënë, është punë bagje e veçantë, është punime qeramikës, secila punim e ka një historinë vete. Për të mbjetuarat e luftës folën të pranishme, të cilat thanë se vetëm të bashkuara gratë mund të arrijnë lart dhe t'ja dalin banë. Le të jemi bashkë, le të flasim për pavarësinë ekonomike të vajzave dhe grave, le të mbrojmë ato kur ndaj tyre përdoren gjuhë mizogjene, seksiste e kështu me radhë, sidomos këto i kemi parë së fundi. Me çdo produkt, në çdo ngjyrë dhe detaj, ju tregoni se jeta vazhdon. Dhe jo vetëm kaq, por mund të lulëzoj përsëri. Edhe se u binda që duart e grava tona janë duart e arta. Ato u japin finesë të magjishme, gjithçka që ato dhe duart e tyre e prekin. Juftoj që të bashkohemi të gjithë dhe për ditën sa është e hapur panajiri, të vini, ta vizitoni dhe mbi të gjitha të merrni diçka me vete në shtëpi, i cili përveç që do të jetë një kontribut modest financiar, do të jetë dhe një kujtim për neve se sa e rënd ka qenë pesha e lirisë. U jemi shumë mirënjohës të gjitha të mbjetuarave dhe të mbjetuarve për qëndresën e tyre dhe shembullin që japin për mbar shoqërinë. Pos në kryeqytet, panajiri Bëhu Zërim do të hapet edhe në 6 komuna tjera të Kosovës.